akuzat e para, sa unë i kom përcjell, nuk o bo nga prokurori i Hagës, jënë bo nga shqiptarët. Për këta të katërt, bile kanë shku disa dhe ma larkë, që UÇK-ja ka bo krimi lufte. Nga kush? A guxojna me përmend? Shqyqa, janë qesh... Janë gazetar? Gazetar, opinionista, politikan, të gjithë. Akuzat e para nuk jënë ngrit nga prokurori i Hagës, jënë ngrit nga shqiptarët. Nëse i thuti presidentit ose në këtë rasashimit e Lullit, që i kom digju unë, i kom digju te i di me emra, e mbi emra, që UÇK-ja, kjo është kriminal, kjo është kështu, në parlament Kosovës. I kanë thonë? I kanë thonë. Edhe e di kush i ka thonë? Edhe i di, po nuk është ajo zbulimi imi. Kryeparlamentare sot që është, i ka thonë Kadri Veselit, i ka thonë ti e kriminal. Kush? Kryeparlamentare sot që është. Tani... I ka thonë në burë, ti po shkon të fundit, po 10 vjetë për para, du me tha, akuzat e para nuk jënë të kësaj që për përmenti, kjo ka pas babgjyshin heroj. Jo, ta ma puno në vishë shapën kujtuat. Tani nuk e kom digju me të... Ka dhe gazetar tjerë? Jo gazetar, po shumë gazetar tjerë, jo një.